ty e kom lon, kalon ditët prap mungon. Vesa Luma erdhi me një projekt të ri që mban titullin Pasoja e që është në bashkëpunim me Ervin Qerimi. Tekstin e ka shkruar vetë këngëtarja me Aldo Marku, i cili bëri dhe muzikën. Për anën vizuale u përkujdes Max Production. Syt bëri bashk Azet, Dardan dhe Dhurata Dorën. Producenti i kësaj prurje të re është Lolo 79, i cili ka realizuar dhe miksimin, kurse për masterizimin u përkujdes Lex Barkey. Rina ka vendosur të jetë shumë aktive këto kohë e duket se duetet i ka goxha për zemër. Ego bëri bashk Ad dhe Lunin, tekstin e së cilës e kanë shkruar Dyshja dhe Fuego. Producent është Black Eagle Beats, për miksimin u përkujdes Rëzan. E bukur si Hana mban emrin dueti përfolur mes Astrid Mulaj dhe Kol Oroshe. Teksti kësaj këngë u shkrua nga Veneranda Avgustini, muzika u punua nga Veto Oroshe, kurse për miksimin dhe masterizimin u përkujdes Marek Lemboja. Klipi u vizualizua nga Back Production. Erik Loshe gjatë kësaj jave plasoi projektin e ri që mban titullin Am ke haru, tekstin e së cilës e ka shkruar Gens Prelvukaj, i cili është dhe producent bashkë me Granit Ismaili. Ana vizuale ju besua produksionit Blackfish e për më shumë ndiqeni këtë premier. Fati jam, thot Dona Janova në projektin e ri të cilit ja bashkangjiti dhe videoklipin realizuar nga M Production. Pamjet mbreslënse janë nga Egjipti, përndryshe tekstet dhe muzika janë punuar nga Miti Geci, i cili bëri dhe orkestrime. Kur jam keq, kur jam